Poezia e fundvitit u quajt veprimtaria e ditës së dieshme organizuar nga studentë Universitetit Fanoli me pjesëmarrjen e veçantë të këngëtarit të dashur për Korçën Bledi Polena dhe kitaristit Nuçiel Doko, pedagog, staf akademik, student, përfaqësues të institucioneve, bashkëpunëtor të universitetit përgjatë gjithë vitit, por edhe të ftuar të tjerë, interpretuan dhe ndanë me njëri tjetrin materiale poetike të përzgjedhura nga autor të njohur shqiptar dhe të huaj. Poezitë u shoqëruan në violonçel nga Richard Gedaj dhe në kitar nga Davide Lazar. Nuk jam lehtë. Sa do që përpishesh, liri, gjithnjë do të ndodhi çka. Dhe fundi do të duket fillim. Brenda saj si autor, ke jetuar një jetë të tërë dhe ke vdekur mira herë si lexues. Ndoshta një burr dhe një grua janë më pranë njëri tjetrit kur nuk jetojnë bashkë. Mora vesh se sot më keni sharë. Të tre, kujtoni se bota më dreqë. O Zot, cilin të shajnë më pare? Gëzo për jetën tënde. Edhe në mos pas qenë e lehtë. Beso se je pikërisht aty ku duhet jesh. Përqafoje rrugtimin tënd dhe kujto se të rritesh me kohë. Aktiviteti u përcoll nga rektori, profesor doktor Lorenz Ekonomi dhe kryetari i Këshillit të Qarkut, Petrika Tolkuçi. Në veprimtari morën pjesë edhe nxënës e mësues të shkollës së mesme të përgjithshme, Raqi Qirinxhi, dhe nxënës të gjimnazit gjuhësor Faj Konica.